shumë mungesën e Sabos. Po, të kuptoj. Edhe mua më merr malli. Dua që të shkoj tek shtëpia e tij që ta ndihmoj të largohet, por nuk e di nëse është gjoja më e mirë për të. Të shohim pak se çfarë do të ndodh. Nuk është djali i humbur. Nëse nuk i pëlqen të rrimë të tjerë, do të gjej një mënyrë për t'u larguar. Ndërkohë, më mirë të punojmë dhe të vëmë një ndonjë para. Fajn nuk e ka se isi dhe asë raberi. Mos u bëj kokë fort, përse nuk thua të vërtetën? Të kanë kërcënuar apo jo? Të kanë tmerruar deri në atë pikë sa të bindën ta mbash gojën mbyllur, a është kështu? Përkundrazi e ke gabim, nuk shkoj ashtu. Tani më dëgjoj Sabo. Me një sketë penale të njollosur do të kompromentosh emrin e mirë të familjes tënde dhe nuk mund të jetosh më në qytetin e lartë. Pra fillojmë edhe një herë tani. Të janë afruar ata dy kriminalë që të bindin me forcë për të bërë krime, ha? Është e vërtetë që ka shkuar kështu? Më dëgjoj mirë tani. Ti e di se miqtë tu të terminalit Krei në këtë moment janë në duart e piratëve djalë dhe presin vetëm një shenjë nga unë. Nëse janë vërtet të rëndësishëm për ty, mendohu përpara se ti përgjigjesh njeriu të policisë. Ti je një djalë inteligjent. Prandaj dhe e di mirë se cila është përgjigja e saktë. Po çfarë do të thuash me këtë? Më premtove se do t'i lirë rehat dhe vetëm për këtë arsye nuk theva. Një krim është një krim dhe ne kemi bërë me dëshirën dhe vullnetin tonë. Je një fëmijë mosmirnjos. Çfarë të keq e kam bërë për të merituar një fëmijë kaq të marrë dhe kokë fort? Më vjen keq për shqetësimin që u shkaktuam. E kuptoj që duhet ta keni të vështirë. Mos u shqetësoni, do të merrem unë me proces verbalin. Mirë se erdhët, zotëri. Ja ku arritëm, besoj se je i lumtur apo jo? U bëko që nuk ka ardhur në shtëpi. Është e qartë që nuk do të futesh në këtë gjendje. Më parë do të lahesh në kopësht, pastaj do të dezinfektohesh dhe në fund do të bësh një banjo. Jam shumë i lumtur që ju shoh sërish padroni i vogël. Oh, ç'kemi Sabo? Që ke kthyer në shtëpi? Sa që ke rritur? Si po ja kalon mami? Ky është Steli. Të lutem sillu mirë dhe përshëndetje vllajin tënd. Gëzohem shumë që të njoh vëlla. Mua më quajnë Steli dhe jam 8 vjeç. Po ky kush na qen ka?